Kryeministri Edi Rama ndodhet në Armeni, ku mbahen punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian. Në mbërritje, kreu i qeverisë u prit nga homologu i tij Nikol Pashinyan. Për mediat atje, Rama theksoi dhe rëndësinë e këtij takimi të nivelit të lartë, teksa e cilësoi si një mundësi për të treguar sa i rëndësishëm është unifikimi i Europës. Është një tjetër samiti i Komunitetit Politik Evropian dhe një tjetër mundësi për të ndarë ambicjet dhe shqetësimet tona të përbashkëta. Ndërkohë është një tjetër shans i madh për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është të ecet përpara me Bashkimin e Europës. Duhet të shohim se çfarë qëndron realisht pas dhe ndërkohë është e qartë që kështu siç janë gjërat, NATO duhet të mbështetet më shumë në pjesën europiane. I pyetur se çfarë ofron Unioni, kreu i qeverisë shqiptare u shpreh qartë se rëndësi primare ka forcimi një Europe të plotë. Nuk ka të bëjë me ofrimin e diçkaje për 2 apo më shumë vende, por ka të bëjë me të menduarit e të vepruarit shpejt, sepse ka të bëjë me vetë Europën, me vetë Bashkimin Europian. Një bashkim europian që nuk është i plot, është më i dobët dhe është më i cënueshëm sesa një bashkim europian i cili është i plot. Samiti bashkëkryesohet nga Antonio Costa, presidenti i Këshillit Evropian, dhe Nikol Pashinyan, kryeministri i Armenisë. 48 krejë shtetesh dhe qeverish janë ftuar të marrin pjesë në këtë takim, mes të cilëve 27 vende anëtare të BE-s, Shqipëria, Kosova dhe vende të tjera të rajonit, ndërsa për herë të parë në këtë samit do të marrë pjesë dhe një shtet jo europian si Kanadaja.